se janë të kundërligjshme sipas IKD-s. Po, betëm, në këtë raport ne kemi treguar se janë dy baza të pavarura juridike që gjitha këto sankcione të shqiptuara nga Komisioni i Pavarur i Mediave i bëjnë si sankcione të kundërligjshme. Fillimisht do thotë deri në kohën e publikimit të këtij raporti janë shqiptuar gjithsej 59 sanksione, 31 prej të cilave gjoba në vlerë rreth 67.000 euro. Po flasim deri në ditën e publikimit të këtij raporti. Tash pse janë të kundërligjshme këto gjoba? Të tregoj kronologjikisht. Janë dy rregullore bazike mbi të cilat edhe bazohen këto gjoba dhe trajtohen këto raste. Është rregulloria për obligimet e ofruesve të shërbimeve mediale dhe audiovizuale gjatë fushatës zgjedhore dhe është rregulloria për trajtimin e ankesave në KPM. Paraprakisht, si Instituti i Kosovës për Drejtësi, i kemi draftuar bashkarisht me Komisionin e Pavarur të Mediave këto dy rregullore dhe që të njëjtat janë vënë në konsultim publik dhe janë miratuar më pastaj nga Komisioni i Pavarur i Mediave. Të kthehemi te çështja, pse janë të kundërligjshme? Rregulloria për obligimet e mediave, ta shuaj kështu më shkurt, për obligimet e mediave gjatë fushatës zgjedhore ka përcaktuar afate të shkurtuara kohore për reagim të Komisionit të Pavarur të Mediave. Pra, rasti duhet të shkurtohet brenda 4 orëve, duhet të jepet e drejta për përgjigje brenda 24 orëve, duhet të shkurtohet brenda 24 orëve të tjera dhe vendimi final të jetë brenda 5 ditëve. E në rastet të zgjedhjeve të jashtëzakonshme ku edhe fushata është më shkurt brenda 60 orëve. Për çfarë arsye është bërë kjo? Është bërë për shkak që rregullatorët duhet veprojnë kohë reale gjatë fushatës zgjedhore në raport me mediat dhe jo pasi të përfundon i gjithë procesi. Çfarë ka ndodhur në rastin konkret? Komisioni i Pavarur i Mediave ka qenë jo funksional nga 21 janari 2025 deri me 5 maj të vitit 2026. Dhe në momentin kur është funksionalizuar, nuk ka vazhduar që të trajtoj rastet të cilat i vinë, mirë po ka vazhduar të kthehet rasteve të akumuluara. Rasteve në raport me zgjedhjet e 9 shkurtit, në raport me zgjedhjet lokale, ballotazhin, në raport me zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe rastet e fundit. Pa i posur parasysh dhe pa i respektuar gjitha këto afate. Argumentimi i tyre publik në mbledhjen e KPM-s ka qenë se këto afate janë orientuese. Më fal, si mundën me qenë afatet kaq strikte orientuese, aty nuk thot rreth 60 ditë, rreth 60 orë, ose rreth 5 ditë, thot fix 5 ditë në këtë rast, 60 orë në këtë rast. E para. E dyta, nëse janë orientuese, orientuese duhet të jetë gjithë rregulloria. Nuk mundet obligimin ndaj mediat me qenë obligative dhe me të njëjtat me të sanksionu, kur vjen çështja te afatet për vete, me thonë jo këto janë vetëm orientuese. Për këtë arsye në momentin kur ka kalu ky afat, gjitha gjobat janë të kundërligjshme dhe është fatkeqësi mënyra se si po vepron. Mirë po, ka dhe një bazë tjetër juridike të pavarur që këto gjoba i bën të kundërligjshme. Sipas rregullorës për trajtimin e ankesave, procedura shkon kështu. Rasti trajtohet njëherë në zyrën ekzekutive dhe më pastaj bëhet një rekomandim nga zyra ekzekutive mbi bazën e cilit rekomandim vendos Komisioni i Pavarur i Mediave. Thënë më ndryshe, Komisioni i Pavarur i Mediave nuk mundet me vendos pa këtë rekomandim që shkon nga zyra ekzekutive. Tash, zyra ekzekutive mbahet me ushtrues detyre që nga 2 korriku i vitit 2021. Dhe me 24 shtator 2 vitit 2024 është ndryshu emri i ushtruesit të detyrës, që më herët ka qenë Faruk Rexha, tash është zotëri Niman Racaj, dhe sipas në variantin më të mirë, sipas ligjit, pozita nuk mund të mbahet me ushtrues detyre për mbi 2 vite. Dhe këtë ka thënë saktësisht edhe Gjykata Supreme në rastin e Autoritetit të Aviacionit Civil, ku ka theksuar se kjo dispozitë ligjore lidhet me pozitën dhe jo me personin. Dhe ndryshimi i emrit të personit nuk e zgjat mundësinë që të mbahet për më gjatë se sa në rastin më të mirë, në rastin konkret. Dhe kjo vlen edhe për KPM-n? Definitivisht se po. Edhe kjo vlen edhe për KPM-n. Ligji për zyrtarët publik madje ka qenë pikërisht kjo çështje, pse është ndryshuar emri i kryeshefit ushtruesit të detyrës së kryeshefit ekzekutiv brenda KPM-s. Madje edhe vetë ligji për KPM-n referon në këto rregulla. Tash, çka ka thonë Gjykata Supreme? Ka thonë që nëse ndodh që dikush e mban përtej afatit ligjor, në rastin konkret, po e konstatojmë në variantin më të mirë që është 2 vite, çdo vendim që del nga ajo pozitë është vendim i kundërligjshëm. Që i bie Komisioni i Pavarur i Mediave i ka marrë vendimet
duke u bazuar në një vendim juridikisht inekzistent. Për shkak se ai vendim nuk ka pasur të drejtë fare të merret nga zyra ekzekutive për shkak se udhhiqet me ushtrues detyre përtej afatit të përcaktuar me ligj. Dhe këto janë dy arsye procedurale para se me hyrë në merita, të cilat haptazi i bëjnë gjitha këto vendime si të kundërligjshme. Dhe kjo edhe në kuptim të dispozitave të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative që tregon saktësisht se në cilat raste vendimet konsiderohen se janë të kundërligjshme. Pra, edhe njerë, juridikisht, do të thotë vendimet janë për fushatat e kaluara, jo për fushatat që do lidhen me zgjedhjen e 7 qershorit, janë të kundërligjshme për dy arsye, për shkak se janë të kaluara fatet dhe është vendosur kundërligjshëm për shkak se rekomandimi është i kundërligjshëm, është pa kompetencë ligjore, është si me nxjerrone. Si me nxjerr secili prej nesh një rekomandim të tillë që s'kena kompetencë ligjore, aq ka kompetencë edhe ushtruesit detyrës së kryeshefit ekzekutiv në rastin konkret. Ndërsa në raport me zgjedhjet e fundit, edhe pse janë të afatshme, janë të kundërligjshme për shkak se janë të bazuara në një rekomandim të kundërligjshëm dhe që para se të sanksionojë mediat, Komisioni Pavarur i Mediave është mirë që ta kthejë ligjshmërinë brenda për brenda vetës së saj, duke zgjedhur kryeshefin ekzekutiv dhe jo duke e mbajtur kundërligjshëm në ushtrues detyre. Vetë sa për me sqaru, a thot raporti që mediat nuk mund mu sanksionu fare, apo në këtë rast nuk mund sanksionohen për vetëm këto dy arsye që po i theksoni që kanë të bëjnë me ligjshmërinë? Definitivisht se mos po na del edhe në publik që mediat s'mund mu sanksionu në asnjë formë, sepse edhe nëse bojnë shkelje prapa amnestohen. Në asnjë rrethon. E përmenda edhe më herët që si Instituti i Kosovës për Drejtësi e kemi draftuar rregulloren për obligimet e mediave gjatë fushatës zgjedhore, e kemi draftuar bashkërisht me Komisionin e Pavarur të Mediave dhe në konsultim të ngushtë edhe me mediat, që edhe vetë mediat kanë dhënë inputet e saj dhe edhe vetë mediat kanë qenë të vullnetit që të përcaktohen se cilat janë sanksionet, cilat rregulla nuk do të mushkele etj. Mirë, po vendimarrja duhet të jetë e lehtëshme dhe vendimarrja përpos që duhet të jetë proceduralisht e lehtëshme, sikurse që nuk është në rastin konkret, duhet të jetë edhe e afatshme. Çfarë efekti ka sot nëse ti e shqipton një gjob për fushatën zgjedhore në raport me zgjedhjet e 9 shkurtit të vitit të kaluar, nëse një subjekt politik ta zom është dëmtu për shkak të një raportimi të anshëm, dhe zgjedhjet janë bajt, çka po shqipton më gjob? Nuk ka më efekte median për të ardhmen. Jo, kjo është vetëm dëshkim. Për të ardhmen ti vepron kohë reale. Sot është fushata zom, sot media e bën një shkelje, brenda 5 ditëve apo 60 orëve në rastin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ti shqipton gjob dhe media në kohë reale merr sanksionin për mos të dëmtuar më pastaj edhe subjektet e tjera politike, dhe jo që ti kthehesh dhe mos funksionalitetin tënd tu abartësh pasojën mediave. Dhe e dyta është problem edhe për mediat që sot kur t'japin një përgjigje, kur bën një ankesë etj, ti kthehen kontekstit të fushatës zgjedhore të mbajtur para rreth një vit e gjysmë aso bjen. Për këtë arsye, mediat mund të sanksionohen dhe për shkeljet që i bëjnë sipas asaj rregullore duhet të sanksionohen, por lehtëshëm dhe aq sa e lejon roli kushtetues dhe ligjor i KPM-s. Faleminderit. Zonja Zejnullah